Thaqja na ishte dikur, sjell 5 rregullat e Albert Einstein për një jetë më të mirë e më të qetë. Me zbulimet shkencore të tilla si qëndrueshmëria e shpejtësisë së dritës, efekti fotoelektrik, formula dhe relativiteti, Albert Einsteini njihet me të drejtë si një nga gjenitë më të mëdhenj të njerëzimit. Megjithatë, fama e tij shtrihej shumë përtej sferës së shkencës, pasi nga letrat, shënimet dhe korrespondenca e tij, ai na la një stër rregullash magjevse për të jetuar. Një pacifist, aktivist politik aktiv dhe një nga figurat më ikonike dhe më të famshme në histori, ai ishte gjithashtu i njohur për sjelljen e tij jo konvencionale, në kundërshtimin e normave shoqërore, duke përfshirë flokët të çrregullt, humorin e mpreft dhe urrëtitjen e tij të paepur ndaj çorapeve. Benjamin Cohen shkrui librin Efekti i Einsteinit, rregullat për një jetë më të mirë, që shkojnë shumë përtej fizikës Einsteinit dhe teorive të tij shkencore. Rregulli 1. Shpenzoni energjinë tuaj për gjëra që kanë rëndësi. Einsteini, në vitet e fundit të jetës, veshi atë që pothuajse mund të konsiderohej një uniform, një kostum gri të veçantë me një xhaketë lukure dhe natyrisht këpucë pa çorape. Mungesa e përpjekjeve të Einsteinit në lidhje me imazhin e tij ndoshta e lejoi atë të përqendrohej në atë që ishte vërtet e rëndësishme për të, siç janë zbulimet e tij. Rregulli 2. Bëni gjërat që ju pëlqejnë, edhe nëse nuk jeni të mirë në to. Dihet se Einsteinit i pëlqente të pikte bukë dhe të luante violin, por mbi të gjitha i pëlqente lundrimi. Siç shkruante ai, një lundrim në det është një mundësi e shkëlqyer për qetësi dhe reflektim, për të menduar nga një këndvështrim tjetër. Megjithatë, ai vetë shpesh e humbiste drejtimin ose e përplaste varkën. Thuhet se ai shpesh ka paraqitur një rrezik për veten dhe të tjerët, ka refuzuar të veshje lek shpëtimi, pavarësisht se nuk ishte në gjendje të notojë, dhe shpesh është ndihmuar nga të tjerët, madje edhe fëmijët, për të tërhequr varkën e tij. Mirëpo paqja që gëzonte Einsteini gjatë lundrimit ishte e pashembullt, duke i dhënë atij një liri mendore që të gjithë duhet të përpiqemi për veten tonë. Rregulli 3. Përvetësoni mentalitetin e enigmës. Këtu përshtatet thënia e tij e keqkuptuar shpesh, por më e famshme: imagjinata është më e rëndësishme se dia. Ndërsa shumë njerëz kishin studiuar shpejtësinë e dritës, duke përfshirë gjenitë e tjerë si Fitzgerald, Maxwell, Lorentz dhe Poincaré, perspektiva unike e Einsteinit e lejoi atë t'i qaset problemit në një mënyrë që çoi në revolucionin e relativitetit special. Ishte botkuptimi i tij fleksibël dhe jo i ngurtë, që e lejoi të konceptonte ide që të tjerët do t'i hidhnin poshtë menjëherë. Ai duhej ta zgjidhte problemin duke e parë pikërisht ashtu siç është, si një problem që duhet zgjidhur thjesht duke shtuar imagjinatën. Rregulli 4. Mendoni thellësisht dhe në mënyrë thelbësore për gjithçka që ju ma gjeps me të vërtetë. Edhe pse Einsteini ishte më i famshëm për problemet që zgjidhte, kishte shumë probleme që nuk u zhdukën. Nga gjetja e një shpjegimi determinist për sjelljen kuantike të vëzhguar, deri tek përpjekja për të unifikuar të gjithë fizikën, duke përfshirë gravitetin dhe forcat e tjera. Gjatë gjithë jetës, ai mori shumë letra, dhe një nga përgjigjet e tij është bërë e njohur për mendjempretësinë dhe dëmshurinë e saj. Nëse keni një problem që ju intereson thellësisht, qëndroni me të për vite, dhe mos u përpiqni kurrë të kënaqeni me zgjidhjen sipërfaqësore të problemeve që premton sukses relativisht të lehtë. Dhe nëse nuk mund të arrini te zgjidhja që keni kërkuar, mos u dëshpëroni. Siç e shkruante Einsteini mikut të tij David Bohm, nuk duhet të mbytesh nga përmasat e problemit. Nëse Zoti e ka krijuar botën, sigurisht që shqetësimi i tij kryesor ishte të mos na e bënte të lehtë për ta kuptuar. Rregulli 5. Shkenca, e vërteta dhe edukimi janë për të gjithë, jo vetëm për ata pak të privilegjuar. Ai shpesh ishte shumë kritik ndaj qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Për veprimet e tij antiraciste, në vitin 1932 FBI kishte hapur një dosje për të. Në vitin 1937, Einsteini ftoi yllin me ngjyrë të operës Marion Anderson të qëndronte në shtëpinë e tij, kur asaj u refuzua akomodimin në hotelin Princeton. Në vitin 1946, ai vizitoi Universitetin Lincoln, kolegjin e parë në Shtetet e Bashkuara që u dha diploma njerëzve me ngjyrë, dhe mbajti leksione, duke folur me studentët dhe duke ju përgjigjur pyetjeve. Në një nga këto vizita, Einsteini kishte thënë në një nga fjalimet e tij tashmë të famshme: "Ka një ndarje të njerëzve me ngjyrë nga të bardhët në Shtetet e Bashkuara. Kjo ndarje nuk është një sëmundje e njerëzve me ngjyrë, është një sëmundje e të bardhëve." Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.